Ju përshëndes të gjithve. Dua t'ju them se ky parlament është parlamenti që hajdutve ju jep imunitet. Është nga i vetmi vend në botë. Hajdutët s'duhet të kenë imunitet. Ky është parlamenti që Belinda Ballukun e ka kthyer më të rëndësishme se Shqipëria. Nuk duhet parlamentar të nxirrni Belindën mbi Shqipërinë. Shqipëria është e shqiptarëve. Belinda Balluku është e ju 83 zegarëve, e ju hajdutëve, e ju ndyrësirave, që për statusin e minatorit nga doli ai Zagari Vlorës dhe tha, është më e rëndë puna e balerinave se e minatorit. Këta janë deputetët ta ndyrësira, 83 mandate, 83 hajdut, 83 shkandiptar të Shqipërisë, 83 sabotator, të 83 ju doni shkuar në litar, mos të keni më vënd në Shqipërinë tonë, turp t'ju vi dhe turp të keni sa të jeni, dhe mos i gëzofshi ato që keni vjedhur, sepse kur dalim ne për Bregdet, shikojmë resorte me ebra dhe mbi ebra deputeti, nga ata që bëjnë gam në për televizore. Kemi dhe ata pseudo që janë këta që dalin në për televizora, që na bëjnë lafe gam e gum. Po të shikosh nga ekrani në ekran, janë ata që mbrojnë hajdutët, janë ata ndyrësirat. Prandaj, juve do të vi ora dhe ju ka ardhur ora, duhet kishit vajtë të shokët, ku i ke Edi Rama, ke 60% të qeverisi ke në burg, sepse jeni hajdut, sepse pasurit e popullit i keni shit, ku e keni naftën, ku i keni kromin, ku i keni pasurit e nën tokës, tani po na shet edhe Shqipërinë e bën copa, si kur s'ka njeri, po Shqipëria ka shqiptar, dhe ju shpirtin një ore më parë do t'u marë.